Kryetari i Degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës me Vushtri, Xhafer Tahiri, ka reaguar ndaj deklaratave të kreut të Partisë Lumira Abdigjiku, i cili e quajti atë Qyqan. Abdigjiku tha se marrëveshja e Tahirit me lëvizjen vetvendosi është e pavlefshme për LDK-n dhe se kjo çështje nuk ka rëndësi për partinë. Kjo është tema më e parëndësishme për LDK-n sepse jemi në betejë me 9 komuna të tjera ku jemi në garë. Vushtria nuk është në garë sepse kemi dalë të tretit. Secili njeri që e shtrin qafën para kryetarit e një partie tjetër është Qyqan, tha Abdigjiku, duke shtuar se për punët e shtëpisë merremi vetë dhe se vendimi përfundimtar do të merret më 10 nëntor. Pas këtyre deklaratave, Tahiri reagoi përmes një postimi në Facebook, ku tha se lideri i mirë nuk e kall shtëpinë e tij. Politika e Aleksandar Vučić e uljes në dy karrige midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian po i kthehet si bumerang. Pas vendosjes së sanksioneve ndaj kompanisë energjetike NIS, është në ndikimin rus, dobësitë e regjimit serb dolën plotësisht në pa. Kështu thot Sonja Biserko, kryetare e Komisionit e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbi. Sipas saj, kjo krizë mund të ndryshojë përfundimisht balancat politike në rajon, përfshirë edhe qasjen e Serbisë ndaj Kosovës. Sanksionet ndaj NIS-it janë më shumë se një çështje energjetike. Ato testojnë të gjithë strukturën e pushtetit të Vučićit, aftësinë e tij për të ruajtur ekuilibrin mes Rusisë dhe BE-s dhe për të mbajtur gjallë narrativën e stabilitetit, që ka qenë shtylla kryesore e regjimit të tij, deklaroi Biserko në një intervistë për portalin ETV. Sipas saj, Serbia është futur në një fazë të re tensioni, sepse perëndimi po humb durimin, ndërsa Moska kërkon besnikëri të plotë. Kjo e lën Vučićin pa aleat dhe pa rrugëtarje. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk do të tolerojnë më këtë pozicion neutraliteti të rrem. Beogradi duhet të vendosë ose rruga evropiane ose varësia nga Moska, shtoi ajo. Sipas Biserkos, pasojat mund të jenë serioze: humbja e besimit të investitorëve, dobësimi i dinarit, rritja e çmimit të importit dhe goditja për projektet strategjike si Expo 2027, të cilin Vučić e sheh si një simbol të suksesit të tij. Edhe pse efektet e menjëhershme ekonomike janë të kufizuara, kriza e rrit pasigurinë politike duke e vendosur pushtetin në presion për të gjetur një kurs të ri të politikës së jashtme. Nëse ndodh ndonjë tronditje ekonomike ose një rritje e presionit perëndimor, sipas Biserkos, Partia Përparimtare Serbe, SNS, mund të humbasë një pjesë të mbështetjes, ndërsa opozita mund të fitojë terren. Sanksionet ndaj NIS-it dhe presioni që ato sjellin mund të përshpejtojnë ndryshimet politike në Serbi, jo vetëm për shkak të pasojave ekonomike, por edhe për shkak të rrëzimit të narrativës së stabilitetit, mbi të cilin pushteti është mbajtur deri tani, tha Biserko. Ai shtoi se meqense Parlamenti Evropian tashmë ka miratuar rezolutën shumë kritike për Serbinë, është e qartë se Vučić ka humbur durimin e BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse Beogradi nuk e përcakton qartë pozicionin e tij, mund të përballet me izolim diplomatik, ndërprerje fondesh evropiane dhe sanksione politike. Rënja e mbështetjes ndërkombëtare mund të çojë në ndryshime të brendshme, sepse pushteti në Serbi tradicionalisht varet nga legitimiteti i jashtëm, tha ajo, duke shtuar se kjo nuk kupton domosdoshmërisht rrëzim të menjëhershëm të regjimit, por fillimin e erozionit të tij politik. Sipas Biserkos, Vučić mund të tentojë të mbijetojë politikisht me disa lëvizje simbolike pro-europiane, si deklarata për afrim në BE-n, rregullime teknike ose distancim verbal nga Moska, por pa ndryshime reale. Vučić nuk është gati të shkëputet nga Rusia, sidomos në sektorin e energjisë dhe sigurisë. Ai mund të vazhdojë me narrativën e Serbisë së ditë rrezikuar, duke përdorur tema si Kosova, Republika Srpska apo presionet nga Brukseli e Washingtoni, theksoi ajo. Por sipas saj, Moska nuk do të pranojë këtë lojë të dyfishtë dhe mund të ushtrojë presion përmes ndikimit të saj ekonomik dhe mediatik në Serbi. Vučić mund të mbijetojë taktikisht, por nuk ka më hapësirë strategjike për ta zgjidhur këtë krizë. Çdo krizë e ardhshme do të jetë më e rrezikshme për të, sepse po lodh edhe sistemin edhe shoqërinë, përfundoi Biserko.